me 10 raste të tjera, unë I di fare mirë kur janë marrë apo janë tentuar të merren peng pikërisht në dalje të aeroporteve. Atëherë, krimi shqiptar nuk duhet parë tek kush e bëri vrasjen, pra aty janë vrasë me pagesë dihet ajo punë, nuk duhet parë as kush e porositi vrasjen, po duhet parë kush pati guximin që të arrinte deri këtu. Kjo është super e thjeshtë. Kemi 10 raste të tjera ku nëpër aeroporte janë tentuar të merren peng apo janë marrë peng. Kemi një rast të tij Elvis Martinit, kur do merri peng në daljet e aeroportit të Prishtinës dhe ka dalë me makinat e një të njohur, një politikanit të njohur nga Kosova, përcaktuar apo jo. E kemi si raste. Kemi e përmenda këtë si rast me që është bërë shumë publike për media, po kemi 10 raste të tjera. Madje do thoja, unë kam pasur një rast të timi personal po në Rinas, përpara pak kohësh, dhe shkam përfunduar dhe unë peng. Kthehesha nga Belgjika, bashkë me një miku ton gazetar, po desha them emrin, Julian Kasapi quhet, gazetar I njohur në Shqipëri, 2 gazetar kronike. Në daljet e aeroportit dikush na kishte ngatruar, domethënë unë ngjaja dikë me një nga ata që në botë të krimit quhen golaxhinj, ata të cilët Dhe shkon e gjetën me ngatru ty, se tu bën 2 ngatresa. Po, pikërisht. Domethënë dhe na erdhi robi me telefon direkt dhe duke parë telefonin, na bëri disa pyetje të çuditshme, ai thash, "Ore, fol çhalli ke." Tha, "A je ti ky?" E pash, ore më ngjaka, I thash, "Po nuk jam unë, po gjithsesi jemi 2 gazetar kronike, na thuaj cili është ky se I gjem, ç'a golit ka bër." Ai e kuptoi që ra në mjedis të keq, iku largua, ne morëm me shaka me të qeshur, nuk e morëm seriozisht, dhe kur u fola me dikë, me një familjar të timin në efektivi policisë shtetit, më tha që jo do bëjmë mirë tha të njoftohet të paktën në policinë e Rinasit, dhe atë bëra ditë tjetër njoftova, policia bëri ato verifikimet e veta, I gjeti të 2 viktima, po e quajmë viktima, domethënë na ngel viktimë në tentativë. Viktima kishte parë momentin, kishte kaluar mbrapa kurrizit tim dhe madje kishte qenë në të njëjtin avion me neve. Dhe ishte futur në taksinë e parë në daljet e aeroportit, deri ishte futur me forcë në taksinë e parë dhe kishte ikur. Pas keni shpëtuar të 2. Mirë, se në Po, Patos, mbyllë se do shkojmë në bisedë. Fal, desha të thonë edhe diçka të vogël. Nuk është rasti I parë ky. Ka të paktën në dijenin time si gazetar apo më shumë të dëgjuar si muhabet tavolinë, shumë raste kur njerëzit peng në hyrjet e aeroportit, janë rrëmbyer në hyrjet e aeroporteve, sepse janë këto agjencitë e biletave apo agjencitë e internetit që bëjnë biletat dhe këta kontrollojnë lëvizjet sipas numrit pasaportës të cilit do hasm qoftë. Mjafton të paguash pak para, ti e gjen lëvizjet e hasmit tënd dhe dihet që në avion ai nuk mund të kalojë me pistolet. Pra ti thua që një nga tjetër mundësitë është që janë agjencitë e fluturit, agjencitë që presin biletat, ato që themi mund ta dekonspirojnë këtë lajm. Po, patjetër, se si u marrë ka lajmi, me agjenci ose me hakera, thyen sistem, po sisteme të ose në aeroport.